Por çështja e dytë që desha të paraqes me dokumenta është Irena me 5 mbiemra, ftyra e vërtet e sistemit të ri gjyqësor, kryetarja e gjykatës speciale. Kryetarja mbet kryetarja nderi e gjykatës speciale. Kryetarja nderi, të lutem. Mos e ashtu. Ajo ishte kryetar, tani është kryetarja nderi e gjykatës speciale. Kryetarja nderi të gjykatës speciale. Ajo ka kontratën më të çuditshme. Më të çuditshme në Shqipëri, në rajon dhe në Europë. Dhe kjo kontratë është pranuar si dokument zyrtar, megjithse nuk ka asnjë noterizim. Kjo kontratë e pa noterizuar është pranuar si dokument zyrtar nga vetorët e Edi Ramës për të justifikuar paratë e saj të krimit dhe për ta mbajtur në shërbim. Kontratë qeraje e lidhur në Fier sot me datën 13 shkurt 1996 në palët kontraktuese shkruajnë në kontratën e poshtshënuar. Kjo kontratë, thot, dëgjojeni tani, se kjo turpron edhe shtetin e Gomarit, më falni. Por paraja denigron njerëzit në atë shkallë sa i transformon. Kjo kontratë e 13 shkurtit 1996 hartohet në pajtim me net 825 të kodit civil. Miq, kodi civil i miratuar në vitin 1994 ka patur gjithsej 280 sanene. Ja ku e keni kodin civil. Kodi civil i miratuar pak vite më parë është me 800 ose 1000 nene. Pra, Irena me 5 mbiemra, shikoni çfarë monstra është këta monstra njerëzore. Firmos një kontratë, paraqet një kontratë të firmosur në vitin 96 dhe të lidhur sipas një kodi civil të miratuar në vitin 2015 apo sa është kodi i ri. Pra po aludoni zoti Berisha që është dokumenti falsifikuar apo jo? Po çfarë mund të jetë tjetër kjo? Po ju pyesi. Po ka gjë më të turpe se kjo? Pra, ajo merr kodin e 2015 për kontratën që ka firmosur, se këtu s'ka, dhe kontrata është pa noter. Dhe kjo kontratë, prit, se kjo është njëra faqe e zezë e krimit tyre. Po kjo kontratë, falso, turp, është pranuar nga vetorët e Edi Ramës si dokument i vërtet. Dhe prishti ka akoma më shumë. Megjithse ata u janë drejtuar tatimeve të Fierit. A ekzistoj dokumenta për këtë shumë prej 60 milion lekësh para të pista të Irenës me 5 mbiemra para krimi që mashtron, tatimet i thonë se nuk ka gjurë namas nishan të këtyre parave. Prishti,
Çfarë bëjnë vetorët me 5 mbiemra dhe ata? Vetorët me 5 mbiemra e pranojnë dhe i thonë Irenës me 5 mbiemra, shko dhe paguaj tatimet që nuk ke paguar në vitin 1996 për 60 milion lekë. Ka shtet më të paftyrë, ka paftyrësi më të madhe se kjo? Tu pyesur ju. Pra, vetorët pranojnë një dokument falso, prisë do u themi gjë tjetër këtu. Një dokument falso, për cilin ajo duhet shkoj atje ku e ka vendin. Vetorët i kërkojnë të paguaj edhe takse. Vetorët bëhen bashkautor në krimin e Irenës me 5 mbiemra. Tani, Irena me 5 mbiemra prej 15 muaj mbrohet nga Altin Dumani, Altin Troplini, nga Olsi Dade, edhe ky me ca probleme, Olsi Çela, se prokurori i përgjithshëm nuk ka të bëjë me prokurorin e tjerë. Kjo është atributi i prokurorit të përgjithshëm. Dhe Uluziu, i cili i fut dokumentat në çantën Louis Vuitton, aty ku ka futur dhe 500.000 euro që ka kërkuar si ryshet. Shikoni me njerëz të shpifur ka të bëjë ky vend. Prej 15 muajsh, Irena tallet me ta, i poshtron, tregon që këta s'kan asgjë përbashkë me një zyrtar dhe nuk guxojnë për shkak të përdorimit të keq përdorimit të saj dhe shërbimeve që u ka kryer, ti tregojnë vendin. Të dhanat e fundit janë këto, KNG-ja që duhet brenda 15 ditëve të vepronte mbi bazën e vulës apostile që ka në dorë, përpiqet ta transferojë tek prokurori i përgjithshëm, kurse ky i fundit tek Uluziu që kërkon të bën kërkesa të drejtuara dhe i drejton ato në mënyrë të tillë që të mos marrë, që të fshehet krimi i Irenës me 5 mbiemra. Pra, kjo është e vërteta e zyrave të narkoshtetit. Sa do që të përpiqet kush të fsheh ftyrën e narkoshtetit, me asgjë nuk mund ta fshehë.